Indikacionet janë që vështirë do ta ketë mbjetimin e kësaj tentative për ta shkarkuar, se a do ta shkarkon Kovendja apo jo mbetet të shihet, mirë po që do të lë pasoja për sa i përket mënyrës së funksionimit të LDK-s. Kjo besoj që është shumë e qartë dhe besoj që jo vetëm LDK-ja, mirë po në një formë të tillë afërsisht të ngjashëm janë edhe partitë të tjera me thekë veçantë Partia Demokratike, dhe këto kam përshtypjen që ndodhen në një situatë bukur problematike edhe sa i përket çështjes jo vetëm leadershipit, mirë po edhe krizës për identitet, për faktin se në nivel të vendeve të rajonit partitë lideriste janë ato që po dominojnë. Edhe në këtë drejtim besoj që me thekë veçantë Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të konsolidoj radhët dhe të vendos disa parametra të cilat mund të jenë në drejtim afatgjatë, për faktin se në rast se do të ndërtohen situatat të tilla që do të nrohet lideri i partisë pas çdo zgjedhje të humbura, atëherë besoj që vështirë se do të mund të gjendet një lider i tillë. E thash parti lideriste, edhe në Kosovë, edhe në vendet tjera të rajonit, pavarësisht se janë parti lideriste, mirë po le të mos harrojmë faktin që këta lider që udhëheqin partitë kanë humbur me 10 zgjedhje dhe rrjedhimisht derisa kanë ardhur në pushtet. Përfshirë këtë rast edhe zotin Kurti. Megjithatë kam përshtypjen që zoti Abdishiku nuk është treguar mjaftueshëm lider për sa i përket mënyrës së drejtimit të subjektit politik, edhe me deklarata të herpashershme në pjesën ndërmuese të tyre ka bërë, domethënë, veprime të cilat natyrisht që nuk i përkasin, nuk i shkojnë në domen dhe në funksion në lideri, sepse në instancën e fundit partitë janë grupe të interesave të njerëzve dhe lideri është atu për t'i amortizuar, atu për t'i diskutuar gjitha e jo për të bërë akuza dhe kundërakuza në raport me grupet e tjera. Se pak na cit më shumë u shpërfaqen edhe në këtë kohën kur një farforme, një pjesë e LDK-s u shpreh pak a shumë pro një koalicioni me lëvizjen në vetëvendosje. Natyrisht ato shpërthyen, mirë po kam përshtypjen që ishin rrjedhë veprimeve të njëpasnjëshme, të cilat natyrisht që edhe në zgjedhjet paraprake, me thekë veçantë në këto zgjedhjet e fundit, edhe çësia dhe hapësira natyrisht jashtëzakonisht e madhe që i dha Zonis Osmani, besoj që njëra edhe tjetra, por natyrisht edhe për afrimin e një farforme me lëvizjen me vendosje rezultuan me shpërthimin e kërkesave në rritje për dorëheqje, të cilat, siç e thash, pavarësisht se do të mbjetoj ose s'do të mbjetoj kësaj kërkese përkatësisht kësaj iniciative, besoj që pasojat do të jenë evidente. E natyrisht në këto 3-4 parë zgjedhjet e fundit, domethënë ngritjet dhe rënjet e LDK-s kanë shku në korelacion të kundërt me lëvizjen vetëvendosje, prandaj edhe kjo është njëra prej arsyeve që mbase edhe mund t'i provokojë zgjedhjet vetë lëvizja vetëvendosje, sepse në instancën e fundit një LDK sa më e dobësuar, praktika e fundit e ka dëshmuar që i shkon për shtati elektoralisht të lëvizjes vetëvendosje. Në fakt për ta